Çmimi i energjisë elektrike nuk do të ndryshojë për vitin 2026. Enti rregullatori i energjisë ka vendosur që çmimet e shitjes me pakicë të energjisë elektrike për klientët fundor të furnizuar nga furnizuesi i shërbimit universal të mbeten në fuqi deri në 31 dhjetor të vitit të ardhshëm. Vendimi u mor nga bordi i erës pas analizës së treguesve financiar dhe ekonomik të shërbimit, nga ku rezulton se tarifat aktuale mbulojnë kostot e aktivitetit dhe garantojnë funksionimin normal të shërbimit dhe gjatë vitit 2026. Për konsumatorët familjarë që konsumojnë deri në 700 kWh në muaj, çmimi mbetet 8.4 lek për kilowattor, ndërsa për ata që konsumojnë mbi këtë kufi, tarifa është 9.5 lek për kilowattor. Gjithashtu, ERE ka shtyrë deri në fund të vitit 2026 edhe vlefshmërinë e çmimit të energjisë elektrike për karikimin e automjeteve elektrike në pikat dhe stacionet me fuqi të instaluar mbi 11 kWh të lidhura në nivelin e tensionit 0.4. Në këto stacione çmimi i energjisë është 22 lek për kilowattor, ndërsa në orarin pik arrin në 25.3 lek për kilowattor. ERE sqaron se në rast të ndryshimeve në tarifat e shpërndarjes së energjisë elektrike, pas rishikimit të tyre, këto do të reflektohen në çmimet me pakicë për klientët e shërbimit universal, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Vendimi është publikuar në fletoren zyrtare.